أما بعد قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم عليه السلام وقال جل ذكره إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أما بعد فلندري مدرى قريبة إتعقيبة الله جل شانه صلوات وسلامات يدرب محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن شيء الله عز وجل شوف بيتر فاميلتي بشوق تيسين جاب بسنيك ذنب تجد هذا تسير تبصون ديرتنا جوكيمي ندعو الله عز وجل مطرح إلى ناطنا نزل اشتاق تكتموا يتبقوا رمضانات كي مسافر بيكون që shka fillu I vjen edhe fundi ndonjë ditë. Është e vërtetë është mysafiri veçantë që ka mundësi një herë tjetër kur vjenet dikush për neve mos të qenë prezent me e mirëprit, mirë po këto ditë që ne kanë bet me shvizu maksimum nga se ka mundësi në këto ditë me qenë apo në të net nata e madhe e katërt. Nata e katërt ka mundësi se bashkëmisës ulemave me qenë në këtë natë, në të cilën të buhen zakonisht më shumë musliman, për të cilën natë është betu Ubej ibn Kabi, radiallahu anhu se nata e katërt është nata e 27. Me folë për natën e katërt, për një natë veçantë, për një natë që zbresin me lejket atë shumë në numër, sa që nuk mohat mend që ka zbrit me lejket prej qëllit, sukur se që zbresin natën e katërt. Për një natë të cilën zbret kryesori I melekëve Gjibrili a.s. që Allah ka dalluar nga melekët. Për një natë të cilën ka fillu me zbrit Kur'ani famlar shpallja ignore. Për një natë të cilën është natë e qetë dhe është natë e shpëtuar nga gjërat e këqija deri në argimin e ditës së nesërme. Është e garantuar. Me folë për këtë natë të cilën natë nuk ka plotë do, që nuk ka në do me lejket Allahut Azza wa Jall. Thjesht është natë me premisat të mdoja, është natë e begatshme, është natë me plot vlera dhe me plot mirësi dhe begati. Sikurse me të dhonë mundësia edhe me të vetë dikush që kishe përshkru natën e katërt, me çfarë fjalë e kishe fillu dhe me çfarë fjalë e kishe mbaru. Ka në janë disa gjëra të cilat nga masëdhështia atyre nuk përshkruan letë. Nuk përshkruan letë me fjalë, nuk përshkruan letë me shkrim, por janë gjëra që thjesht ndjenjen dhe përjetohen. Andaj nata e katërt është natë e begat, e ndjesive, pozitive dhe gjëra më madhe është natë se gjëra I ka krijuar Allahu Azza wa Jall. Për arsye Zotë Gjellë Wala tha Inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. Na kemi zbrit Kur'anin në natë të bekashme dhe bekuar natën e katërt. Inna kunna mundhirin fija yufraku kullu amrin hakim. Ne dëshmuam që duhet të heqim vrejtje njerëzve, që të mos bëjnë gjunohe, që ta adhurojnë vetëm Allahun, që mos adhurojnë idhuj. Fija yufraku kullu amrin hakim. Në këtë natë përcaktohet çdo çështje atij që është I urtë subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allahu Azza wa Jall kur dëshiron me potencu madhështinë e kësaj natë edhe më shumë, thot inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne kemi filluar zbritjen e Kur'anit në natën e katërt. E për t'ia shtuar madhështinë e kësaj natë, wa ma adraka ma lejletul qadr. E çka doni ty, e çka shtini ty me ditë se çka është nata e katërt. A e gjeni me kuptu se çka është nata e katërt. Lejletul qadri khayrun min 1000 shahr. Nata e katërt është më me vlerë se sa ndimi muaj. Ka edhe tekstualisht, edhe dikush për kolegëve ka po dhe thotë nata e katërt e ka vlerën nata 3 vjetë e 4 muaj. Jo, s'është vërtet. Okej, qëllimi është mirë, po gabim është interpretimi.
Nga se me thonë natë e katërit është me vlerësa 1.000 muaj i në hak natës katërit. Por Allah ka thonë ma mirë, khajru, se sa 1.000 muaj. E ta sa është ma mirë, a është 1.700, a është 2 muaj, a është 5.000 muaj, 10.000 muaj, ato atë e vetëm Allah ma zonë, se aje ka në sekret subhanahu wa ta'ala. Lejletul qadri khajru min alfi shahr. është ma më vlerë se sa 1.000 muaj. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. لكن ناط زبرزن ملائكة الله عز وجل والروح فيها. هذا شبير تبسنك زبر مدار وشوش ملائكة جبريل بإذن ربهم من كل أمر. ملائكة الله عز وجل ورد بتسكتو وغجدون شجدي أمر برد تركوه أذن أجل من الله عز وجل. سلام هي حتى مطلع الفجر. E kjo natë e katërt është selamet, është paqe, është begati, është mëshirë deri në agimin e ditës së nesëror. Realisht, natë e katërt ka begati të shumta. Të cilat begati na bojnë njëre me kuptua dhe më shumë madhështinë dhe begatin e kësaj natë. E para me këtyre është kjo natë, apo në këtë natë ka zbrit Kur'ani nga Lauhin Mahfudhi për në Bejtul Izze, pra në qelë më të ullur të dunjas, e pastaj ka zbrit pjesë në tokë. Lauhin Mahfudh është libër që nuk e din kur kush ka konton. Lauhin Mahfudh është libër që Allahu ka shëruar çdo gjë, çka do të ndodhet deri kiamet. Dhe Allah azza wa jall Kur'ani ka zbrit nga ky libër Lauhin Mahfudh. E ka zbrit për një Bejtul Izze, në qiellin e dunjas pastaj. E për qiellin e dunjas pastaj po paskuaj ka zbrit në intervale kohore, e ka zbrit në tokë sipas rrethanave, ngjarjeve dhe gjërave që ka dashur Allahu azza wa jall me i obliguar apo i ndalë njerëzit nga diçka. I do të Mekas për të argjetu që nasë të besojmë se ki Kur'an që shka të zbrit prej Lauhin Mahfudh në Bejtul Izze në dashë me zbritët në dunjan për njëherë. E ka marrë si absolutim pse Zoti me zbrit Kur'anin po paskue. Se ka zbrit për njëherë në dunjan. Allahu a përshku këtë realitet dhe thotë wa qala alladhina kafaru, dhe thanë ata që s'kam besu, pa besimtarët, لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Asë nëse të ishte zbrit Kur'ani për një herë në tokë. E Allah ka thënë ose dhe thotë كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Na kemi zbrit Kur'anin në intervale kohore që me ta forcu ty zemrën, edhe që me lexu ti nga dalë këtë libër, tha Allahu azza wa jalla. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala e ka dalluar këtë popull, këtë umet nga popujt dhe umet e tjera. Na dim që Nuhi ka jetu për 1000 vjet. Davet ka po për 1000 vjet. Unë hoq, imam Udhec, pejgamber. E sa kom përdish ka jetu me që jetu mjallati. A kena mundësina me mëri me jetu si Nuhi s'ka mundësi. Se jeta këti umet është 67. Nuk është amrejt të athet, nuk është në vedh pak 100. Mirë po përshkak të rahmeti që ka pas Allahu për këtë umet. Dhe përshkak se jemi umeti ma i mirë, ma i zjedhur, dhe umeti pejgamberit alayhi salam, Allahu ka bërë që me jetu me 70 vjet, 60 vjet, ama me mëri bereqetin e 2000, 3000 e 4000 vjetë. Me çka ka bërë këtë Zotë, e ka bërë me 2 aspekte. Aspekti por është ata që i bërë numre, e din, është aspekti i shtimit në të namazit. Unë qove, edhe në Medine, edhe në Kusë Shërif. Më falë, në Kusë Shërif është sa 500 namazit, një falë gjurnis. Medine është sa 1000 namazit, në qove është sa 100.000 namazit. Shpeshe nga vetë një apeshtë njerëzit, a ka është në jonë 2 javë meke, ose janë 10 ditë meke, a bërë më në mësë një falë së njerëzit e më mësafirë. No. Po ti je veti matë me kumë matë shëjti, sa të më ishtë falu, sa të më ishtë më të avava, sa të më ishtë ata më ishtë ymni me shkumë.
2 rekate sunet sa bajt një falë qabe, së ku se shmizor sa 100.000 rekate tjera. Qëka ta pranë ty ta shtonë ti dozën e jetesës? Ta Allah, në dunjon shku që ke jetu 70 vjetë, 80 vjetë, ta Allah i shku që ke jetu për një 2 vjetë për shembo. A dhe të kalonë në lupësën e komoditetit për mes shkafin, për mes shtimit të namazëve në qabe, Medine edhe në Kutsi Sharif. Elementi ty do është, i lumi Allah i ka di që jo qdo kush ka pasuni me shku në qabe, jo qdo kush ka mundësi me shku në haqë, jo qdo kush ka mundësi me shku në tash, me shmimet aktuale, shko në haqë veç a i thiti ka pare dhe të punë. Pa e ose pa e gjimir. A i thiti s'ka pare ka me tek me qatë shike dhe fapis ka më shku iqë. Se ka një shmimet jashtë normales. Allahu Azza ka di që si amërim gjithë kujt me shku në haqë. Edhe që ka pojë e ka caktu një natë që me rritë se po për shumë. Cilë është e natë që shpresojnë nga që me shenë kjo natë e katët natë në sështar që na jemi sonte. Që ka po zote me këtë natë? Ta ka po këtë natë ma me vlerë se 1.000 muaj. 1.000 muaj të të vjetë e 4 muaj, është të vërtet. Ama natë e katët nuk e po qëka që djerë, do e ko matë madhe sa e ka lëkë se këtë zote. Haj që me zonë 100. Na kemi a që që i ko të bazet tu. Kemi a që që i ko 80 vjetë. Edhe ajnë me Ramazan po anki i ko 70 vjetë. Lovajt e i ka zatet 7-9-4 i ka zonë. 7-9-4, 300 mujë 7.000 vjetë. 8-8 i ka 7.000 vjetë i shmur të abaj që ka e ku. Ka pojë badet. Pse kjo mirësi? Se jemi umeti ma i zjedu, ma i mirë, këtë umetër. Ma nëmë se kemi të qikja, kemi të meta. Oshtë të vërtet njerëzini. Allah e ka garantu të, o ke dhajt i ke gjallin e ku umetën në vazëtar. Na e kemi mujë umetin mesatar. Kuntum khejra umetin u qëtë nësë. Allah dhëtë umetin më të mirë që e kënë zjedh nga njerëzit, ju jemi. Ku shiri na? Na. Umetin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo është privilegj edhe kërani për neve si umet. Andaj Zoti e kalon pak në natës katërit që me na shkufishu njeve ibadetet, sevapët dhe jetesën në këtë dunjon. Gjithashtu, ka thonë djetarët, në këtë natë zbresin shumë me lejke. Edhe atë shumë zbresin me lejke sa që nuk mohat vend që kanë zbrit me laqet tonë, su kërë që zbresin atë në katërit. Dhe bashkë me të këto me lejke zbrit që brida kësa më qojë zotria një me lejkeve. Gjithashtu këtë natë, ka thonë djetarët, mirën vendimet, do thotë, bashkuat caktimi kosmologjik i Allahut Azza dhe ai shariatik. Edhe normalisht mirën vendimet, se kush ka me qenë gjallë natën e katërit tashme. Mirën vendimet se kush ka me vdekë. Mirën vendimet se kuj ka me mështu pasuria. Mirën vendimet se kush ka më shnosh. Mirën vendimet se kush ka më smur. Andaj mos e lemet ka nuk që natë e katërit pa po dua o Allah. Sonde shkruat ajo në gjallë ajo. Nëse jo në gjallë o Zotë, ma mëson me qenë gjallë me iman. Nëse ma mëson me vdek o Allah, ma mëson me vdek me iman. Këtë natë shkruat furnizimi, du të Zotë me të ashtu furnizimin. Shkruat, dhe thotë, gjdo gjë që nërë Allah me u shkru. Ka se kështu Allah ka qenë në surën e Dukhan, pra fija yufraku kullu amrin hakim. Në këtë natë, caktuat në çdo urdhër që e cakton ai cili është i urdhëruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu në këtë natë caktuat, do thotë, kush ka me qenë familutën, kush ka me u furnizu, dhe normalisht kush ka me qenë gjallë për natën e katërit tjetër. Pse e potencua këto dy herë? Për shkak se na jemi vetë dëshmitar që kini pasë gjematit e kalu natën e katërit që është falë me neve safin e parë, safin e dytë. Mirë po ja që në këtë natë nuk është me neve. është tek banimi i tretë njeriu. Se banimi i parë është barë në nanës, i dytë është në dunja, i tretë është në berzak, jetën e varë. Pasha thotë kishë pasë që ka dhe aje dhe ajo, me neve
A dhe ti e ki këtë mundësi. Allah e ka dhënë ty këtë begati dhe ke mu pyet para Zotit për këtë begati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah va thot për begatinë e Zotit fol. Thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im. Edhe ka marrë tua që mu pyet për Allah për begatit që Zotit i ka dhënë. Allah e ka shtu dozën e vlerës kësaj natë edhe më shumë e ka bërë që ai cili lutët këtë natë, ai cili e ka lënë në namaz këtë natë, Allahu Azza wa Jalla i falë gjunohet e kaluara. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ai cili e ka lënë natën e qadrit duke falë namaz, e xhamron, e shton dozën e leximit të Kuranit natën e qadrit. Namaz, ai e shton dozën e namazit. Edhe këto e bën me iman, edhe me shpresë në shpërblimin e Allahut Azza wa Jalla i falen gjunohet e kaluara. Gjithashtu ai cili e kalon këtë natë në ibadet dhe e shënon këtë natë nuk do të jetë për ato që privohen nga mirët e Allahut Azza wa Jalla. Për arsye, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men hurima khayraha faqad hurim." Ai cili privohet nga mirësitë edhe nga begatit e kësaj nate është privuar nga çdo mirësi dhe begati që ka mundësi me arrit njeri. Gjithashtu kjo natë është nata më e mirë që e zërë djerit në një natë dhe dita më e mirë që din djerit në njëherë. Për të asyë dhëtë një djetarë e shabi, thot dita e saj është e vleshme sukur se nata e saj. E gjithashtu kjo natë, do thot, ka dhe veçatit e tjera, por po du me potencuni diçka që u bo se vetë nata e besimtarve, ka që në të me në lesutin e dy punë. Puna e parë që në ka lesu Ajsha është puna të imunit. Allah e ka po se vetë Ajsha me zbrit të imunit, kur s'ka ujë merën të imunit, me dhej. Do të po se vetë Ajsha, dhe se bebi i dytë është me qenë se i vetë e kumë natën e katët, shpeshe në asilët popë me njën tonë, shka të lutën, shka me vequt të shka për i lutjeve, shka me potencu të shka për i doave dhe për i lutjeve. Mos dirë shku shumë me potencu të shka për i doave dhe për i lutjeve, u bose vetë prapë nëna besimtarve Ajsha, e cila me menqurin e saj dhe me pyetjen e saj me mend, që e ka bërë burët e saj, sallallahu alaihi wasallam, ja ka lecu edhe vetës, edhe në ka lecu edhe neve që mos me ujlohet shumë me majtë me lutje. Grua meshme, grua inteligente, ka ditë që ka me pytë dhe ka qëllu pytjen. I ka thënë ja Rasulullah, por pejgamberi Allahu Azza wa Jalla, ta nëse e zateti natën e katërt, ma dhe aqulu fiha, çka thonë këtë natë, çka të posaçme të veçantë. I tha pejgamberi sa ja Aisha, Aisha, uli thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Po Aisha, thuaj ku Allah ti e falës, e don falem, Allah i më falë mua. E para është, pjesa para të duas është me potencu se o Zot ti e falës, se Allah ka emrat e ti të bukur dhe ka cilësitë e ti të larta. E prej emrat të bukur të Allah është El Afu, më ka të falësi, a i cili i falë më ka dhe të rukët vetë. Dhe momentin që ti e madhron Zotin, e thërët Zotin dhe i thu, o ti që e falës, më falë mua, edhe e lakson Zotin, edhe dyta, e bon vetën që të përullesh, me në formë madhrimi për ati që është falësima. Allahu ka që kështu me thikë. O afu, o ti që ti falë gjënohe, e do falën ti, sa Allah do falën, më falë mua. Argument që Allah do falën, përpo që është kjepër, edhe këtë doa, është edhe ajeti ka rrëmë për Allahu që të thamë, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allahu dëshiron që ju e të apërnoj pendimin, atë që ka më pëndi? Pëndonë të ka Allahu subhanahu wa ta'ala.
si çdo në katrit, edhe si vetë, kemi bo një program modest për fëmijët e fshatit, po dhe kush ka pas mundësi të kush e të marrë jashtë fshatit, e kemi bo një program modest me qëllim e kumplon mas travive. Pse kumplon mas travive? Për shkak se me lonë para travive e hiq 15-20 minuta në mërë programi. Dikush ka nëse më shumë punë, dikush nuk i ka rejtët me nejtë, dikush prit me në thire zonin punë e vetë, dikush prit pianist namazin punë e vetë, e me një mullu krejt os vrasira, e kemi lonë mas travive. Kivat me nejtë pojro, s'kivat me nejtë, edhe në ndena pojro. Vërënësia e krynë obligimit, e falë namazin, edhe dhe do është ka kime shku. E në zotin që në mësojt, zotin që në shemë të arrim në prekatit, të arrim mirësit dhe bekatit e saj, do thotë sonë të merin e zotit, sektori i gjamis, ndonë e krafe, bashkë më palim dhe gjamis, i kam lirë, ishë më pak se një që doar nga e tje këti para vetrit, edhe në podët e lirë është në një sokë, do thotë një pije modeste e kogëll, edhe në podët e kësajnë nga bashkëtit fejrava dhe kshili i shëqatës e diasporës konkretisht në hatin në tori, edhe në hatë, pastaj i kapitoti arkatori dhe pastaj sekretori Ardioni. Ardioni e kemi këtu, edhe kemi vendosë fëmijën një amon ka një dhurat se cilit. Ama ai fëmi, i cili e thot edhe një do, ose një lutje modeste këna një amon dhurat në dytë, aja e dytë është ma interesante dhe ma me vlerë. Andaj ka një dhurat të mori këtej, po dhurat në shtresë të diasporës, normalisht e vera i ciljetit, një sura apo një do të shkurt apo një lutje. Allah të mësfiru, alhamdulillahi rabbil alamin. Vesh mundoni me pojnë që si gratë nërë. S'pa po dhe sa falë, dhe si të falë me, s'o problem shumë.